Po nuk e përjashton si mundësi që në një të ardhme të largohet? Me thënë të drejtën, jo. Tani them jo, se duke parë punën që sakrifikojmë të 2 motër edhe vlla, që në 5 të mëngjesit, mbarojmë punën në 10 të darkës, kemi shumë pak kohë, ja lejmë vetes atë të shtunë të diel, që i kam thonë dhe tim vllajt do ta bëjmë pushim pavarësisht që ai s'ka dash, dhe kur bisedoj me vllajin dhe sepse të gjithë punojmë për një gjë, për anën financiare, që të kemi një jetë dhe një pleqëri sa më të mirë, se im vlla punon për fëmijët, unë punoj për një pleqëri sa më të mirë, i kemi ndarë gjërat. Kur i shikoj anën financiare dhe punën, se sa lodhemi këtu dhe se si është pjesa peshore, se mendoj tani shumë që pse jo mos ta bëjmë. Mos ta provosh. Absolutisht që po, kur i kemi mundësit, sepse Amerika t'jep mundësi shumë të madhe për ti ta bërë biznesin, për të marrë pashaportën, për të bërë aktivitetin, unë me qenë dhe trajnera, atje me qenë dhe profesoresh, e ka mundësi. Do marrë shumë se sa këtu. Absolutisht që po, absolutisht që po.